Finalistët e Big Brother Kosova VIP 4 po vijojnë ende që të mbajnë të mbërthyer publikun. Brëm Eliona dhe Klodi zhvilluan një bisedë të sinqertë në dhomën e gjumit, ku folën për të gjithë rrugtimin e tyre brenda shtëpisë, deri më tani shumë pranë finales. Dyshja kujtoi edhe ditët e parë të qëndrimit në shtëpi kur marrëdhënia midis tyre nuk ishte afër sa sot. Eliona u shpreh që në fillim kishte ndjenjë simpati nga ana e Klodit, por mendonte se ai nuk ishte pasur guximin apo arsyen për të ofruar më shumë. U mendoj Klod që në fillim të kam pëlqyer ty si njeri, po s'ke pasur kur guximin apo arsye të më ofrosh të rrim, është shprehur Eliona. Nga ana tjetër, Klodi kujtoi kohën e parë të qëndrimit në shtëpi dhe komente që kishte dëgjuar nga banorët e tjerë. 2 javët e para mbaj mend kur erdhi Nailiri vinte më pyeste për ty dhe më fliste. I thoja, është fëmijë, si kanë rritur senet, është e çuditshme, shumë interesante, dëgjoj të thot Klodi. Biseda vijoi dhe me tone të lehta ku Eliona komentoi paraqitjen e saj në hyrje, ndërsa Klodi e përshkroi gjithë eksperiencën e tij si shumë të veçantë.